Përshëndetje të dashur miq të kanalit tim Rrëfi me Jete. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën e radhës. Tani pranë jush do të sjell lotët e një gruaje e cila për vitet e tëra po kalon një tmerr në jetën e saj, po kalon një vështirësi shumë të madhe dhe po kalon një shokim që në thelb vetëm ajo e di. Ajo ka lënë një letër, dëshiron që të merr mendimin e të gjithë juve për jetën e saj, për atë se çfarë në fakt ajo duhet të vepron. Përshëndetje Tiranë. Unë që po shkruaj këtë letër jam një zonjë e cila vjen nga një zonë e Shqipërisë. Fillimisht njëherë të falenderoj për këtë mundësi që na e ke dhënë që ne të shprehim ndjenjat tona. Jam nën e 4 fëmijëve, 2 vajza e 2 djem. U martova me shkuesi në ato vite. Mendoja që martesa do t'ishte ashtu siç unë kam parë tek familja ime, ku i matë respektonte ti me më, dhe i me më respektonte i matë. Por në fatin tim ndodhi ndryshe. Që në ditën e parë kur unë u fejova, jeta ime ndryshoi. Buri im filloi që të silleshte ndryshe. Më poshtronte, më ofendonte, më quante katunare, më quante femër pa dinjitet. Edhe fjalë nga më të tmerrshme, nga ato që unë as nuk doja t'i dëgjoja e as nuk doja t'i besoja. Gjithsesi, mundohesha që ta përballoja ofendimin që më bënte ai. Përpos ofendimit, ai që në fillim ishte alkoliçar i fortë. Mami e shkreta ma dinte hallin. Babi ma dinte hallin, por nuk kishin se çfarë të bënin. Më thonin mua që kujdes me atë njeri. Nuk mundesh të ndahesh, po ndave do flasin lagja, do flasin zona, do thonë bia e filanit dhe fistekut bëri këtë gjën. Bia e filanit bëri këtë gjën dhe unë mundohesha që të përballoja çdo gjë, edhe goditjen, edhe shkelmin, dhe gjithçka. Natën kur u martuam, e jëma, vjera ime, gjas me i foli, gjas me këshilloi. Mendova që raporti do të ndryshonte krejtësisht. Por raporti nuk ndryshoi. Ai vazhdoi me të njëjtin ritëm, vazhdoi me të njëjtën sjellje. Silleshte me mua sikur unë isha kafsh, po edhe kafshët e isha nuk e përballoja dot gjitha të dhunë, gjitha të tortur, por ai e bënte pa pikë turpi dhe nuk mërziteshte fare si ndihesha unë. Duke më dhunuar dhe torturuar, më la shtatzën në fëmijën e parë. Ishte shtatzania më e padëshiruar, por s'kisha ç'bëj, mami më thonte duhet ta vazhdosh. E ke burë, e ke me patjetër. Dhe unë duroja gjithçka për të vazhduar jetën me të. Duroja çdo ofendim, ofendime nga më të rëndat. Pastaj, kur më lindi djali i parë, dhuna e tij nuk ndaleshte. Unë isha leon kur ai më rihte, më maltretonte, më keqtrajtonte dhe më bënte më të keqen. Heshtja, duroja, punoja si qen në shtëpi, gatuaja për ditë, sepse nuk doja që t'ja hapja gojen se më kishte lodhur më, duke më rahur, dhe thjesht doja që
ai të mos kishte më arsyen të vazhdonte. Kështu vazhdoi dhe në fëmijën tjetër, dhunë, tortur, rrakje. Çfarë nuk më bënte? E unë e shkreta e duroja dhe vetëm e duroja. Me thënë të drejtën më dhimbse shtevetja, po kujt t'i tregoja? Askush nuk më dëgjonte. Dhe këto ishin momentet më të vështira, sepse duheshte të duroja dhunusin, njeriun që ma shkatronte jetën. U bën shumë vite, është e njëjta histori. Ai çdo natë kur kthehet në shtëpi më rref, çdo ditë kur kthehet në shtëpi më maltreton, më keq trajton. Nuk e di se kujt t'ia tregoj hallin tim. Jam në një hall që në të vërtet nuk e di njeri. Lagja e dim vuajtjen time, por unë kam arritur në atë moshë më që nuk duroj dot, jam bërë plak. Sot në 58 vjetët e mia, ai nuk ndalon së më rrahuri. Më gjuan me gota, më gjuan me tabulla, më gjuan me luk, me thike, me pirur dhe unë nuk di se çfarë të bëj. Nuk di se ku të drejtohem, nuk di se kujt t'i them që aman të lutem më shpëto. Nuk e di se si do të shkon jeta ime. Nuk e di se në çfarë forme unë do t'i drejtohem jetës, por kam nevojë të jetoj. Kam nevojë të jem njeri i lirë. Dua të marr mendimin tuaj. Në fakt, kjo është kjo letër që kjo zonjë ka shkruar, do me thënë e keni parasysh me çfarë historie kemi të bëjmë. Kemi të bëjmë me një grua që ka jetuar gjithmonë në torturë, kemi të bëjmë me një grua që ka sakrifikuar jetën e saj për hatër të mentalitetit, për hatër të kulturës, për hatër të atyre njerëzve të cilët flasin lart edhe poshtë, të shpifin lart edhe poshtë, të atyre njerëzve që nuk din të kuptojnë dhimbjen e tjetrit. Kjo grua ka jetuar në këtë trishtim dhe për këtë gjë, në fakt ka shumë pikpyetje se çfarë duhet të bën. Unë mendoj që je në vitet që nesër ndoshta nuk je më, duhet t'i falenderojsh Zotin me patjetër për ditët që ke jetuar, për kohën që të ka dhënë. Më vjen shumë keq që je ndikuar nga mentaliteti dhe ke përzgjedhur të jetosh me vuajtjen dhe ke përzgjedhur që vuajtjen ta bësh shok. Unë uroj me shpirt që ty të ndryshosh. Tani është koha që ti të shohësh veten, t'i japësh respekt vetes tënde dhe më pas, do me thënë, të merresh me njerëz të cilët vërtet duan të t'ulin, edhe njerëz të cilët vërtet duan të dëmtojnë dhe të përfitojnë prej teje vetëm në kurizin e tyre. Unë uroj me zemër që ti të mendosh për veten dhe jo për të tjerët.